Ministri i Financave dhe antari i lëvizjes vetëvendosje Kuran Morati ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me procesin zgjedhor në Mitrovic dhe akuzat për manipulim të votave. Në reagimin e tij, Morati thekson se Kosova tashmë njihet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, një merit kjo që sipas tij takon lëvizjes vetëvendosje. Morati kujton se para se vetëvendosjet të hyte në garat zgjedhore, procesi në Kosovë nuk ishte gjithmonë i pastër, duke përmendur raste të vjedhjeve të votave dhe shifra të dyshimta të pjesëmarrjes në vend votime, veçanërisht në bastionet e PDK-s. Ai cilëson akuzën e sotme të PDK-s për manipulim zgjedhor si një rrëfim për mëkatin e tyre, duke e krahasuar me rrëfimin e një mëkatari për veprimet e tij. Në vijim postimi i tij plot, tash sa vite Kosova shquhet për zgjedhje të lira që zhvillohen pa probleme të theksuara dhe që, për këtë, merr edhe lëvdata nga ndërkombëtarët. Një merit e madhe për këtë i shkon pikërisht lëvizjes vetëvendosje, me komisionerët dhe vëzhguesit e saj të cilët ndër vite kanë mbrojtur votat e integritetin e zgjedhjeve qoftë edhe me trupat e tyre. Këtë merit, tashmë na e kanë pranuar publikisht edhe kundërshtarët tanë politik. Para se vetëvendosje të futej në garën zgjedhore, zgjedhjet në Kosovë karakterizoheshin jo rrallë me vjedhje industriale të votave me vendvotime, ku dalja ishte sa 120% e numrit të mundshëm të votuesve. Kjo ndodhte kryesisht në zona që njihen si bastione të PDK-s. Prandaj, kur pikërisht PDK-ja tash vërtet kapeni hajdutin, kjo akuzë në fakt është rrëfim për mëkatin e tyre, njësoj sikurse mëkatarët që rrëfehen për mëkatet që kanë bërë. Partia që do të hyjë në histori se i nxorri simpatizantët e saj në shesh për të festuar humbjen, jo një herë por dy herë brenda një muaji, tash po kërkon shfaqsim për dështim turp.